41 këshilltar prezent në sallë, Këshilli Bashkiak i Fierit votoi për kreun e ri të këshillit, teksa më herët grupi socialist me 26 firma këshilltarësh kishte kërkuar mocion shkarkimi nga posti i kryetares së këshillit për Antoneta Cunaj, por kjo e fundit e shmangu votimin për shkarkimin e saj, duke dhënë ndërheqjen pak para se të niste procedura e shkarkimit. Në këtë mënyrë, mbledhja e Këshillit Bashkiak vazhdoi me procedurën e zgjedhjes së kryetarit të ri. Fillimisht grupimeve politike ju kërkua nga zëvendëskryetarja Fatbardha Merkaj të propozojnë kandidaturat. Socialistët propozuan Melsi Bogdanin, kurse opozita dhe PSD nuk ofruan asnjë kandidaturë. Do të falenderoj të gjithë për mbështetjen, gjithë anëtarët e Këshillit Bashkiak, edhe ata që janë prezentuar në sallë sot. Një falënderim të veçantë për ish-kryetarin tonë për Britani. Duhet të saktësoj që lidhja ime me ish-kryetarin është njësi jashtëzakonshme dhe nuk ka lidhje fare për pjesën e rizgjedhjes së kryetarit të Këshillit. Ajo është pjesë e Partisë Socialiste, ashtu siç jemi dhe ne, apo Partia Socialiste. Kështu që faleminderit shumë për mbështetjen e gjithë këshilltarëve që kanë nisur. Faleminderit i veçantë për kryetarin e Partisë Socialiste për besimin e dhënë, për deputetët që janë nisur në sallë për besimin, faleminderit mediave për pasurinë e mbledhjes së Këshillit me rigorozitet. Do të mundohemi që Këshilli nga kjo ditë në vazhdim të jetë shumë transparent dhe mungesa juaj ka qenë gjatë 3 vjeçarit do të mundohemi që të jeni pranishëm çdo mbledhje të Këshillit. Shumë faleminderit dhe shpresoj të akthejmë në punë dhe ta ngremë Këshillin në një nivel më lart se çka ishte deri në punën e tanishme. Shumë faleminderit.